Mbi 100 protestues janë mbledhur rreth orës 11:30 ditës së shtunë në zonën e pyllit të Hidrovorit në Akërni, pjesë e njësisë administrative Novosel. Protestuesit kanë kundërshtuar nisjen e investimeve në zonën e mbrojtur. Protestës së shoqërisë civile janë bashkuar edhe banorë dhe qytetarë të ardhur nga vende të ndryshme, të cilët kundërshtojnë këtë investim, i cili sipas tyre po kryhet në prona të banorëve, por edhe në një zonë të virgjër, e cila ndër vite është shfrytëzuar si plazh nga shumë qytetarë. Ndërkohë, protesta ka përshkallëzuar me hapjen me forcë të portës rrethuese, si dhe me shembjen e gardheve të vendosura nga firma e cila ka nisur investimin. E pranishme ka qenë edhe policia, e cila fillimisht nuk ka lejuar hyrjen me forcë në zonën e rrethuar, por gjendur e pafuqishme përballë protestuesve, të cilët arritën të shemnin rrethimet e vendosura. Atëherë u vendosëm në këtë pjesë si fillim për të shpjeguar mallsinë të ashtu quajturit projekt turistik. Për te ne shohim kodat e Zvërnecit dhe në fakt që në atë pjesë, ku është 7 km larg prej këtu, ka filluar asfaltimi dhe shtrimi i një zone të mbrojtur. Gardhi është vënë që në atë zonë, pra ne flasim për një hapësirë nga ku mezi shes Syri deri këtu ku jemi, e cila po bllokohet për zhvillim, po bllokohet për të ndërtuar rezidenca, po ndërtohen hotele, po ndërtohen rrugë, brenda një zone shumë ndjeshme mjedisore dhe zonet mbrojtur. Hiqet si një projekt turistik i vogël i cili nuk do ndikojë në mjedis, po në fakt ne kemi të bëjmë me një qytet të ri që ndërtohet brenda zonës mbrojtur. Dhe plani nuk mbaron këtu, por të gjithë planet që janë publikuar dhe janë shfaqur deri tani bëhet fjalë për shtrimin e projekteve deri në Gryk të Vjosës. Pra ky është fillimi i një shkatrimi total të zonës mbrojtur. Ne tashmë e dim që kjo është një zonë unike, vetdia është si nga ana e qytetarëve, si nga ana e institucioneve. Por nga ana tjetër nuk kemi ndërgjegjen që t'i mbrojmë këto zona. Një zonë unike, cila ka habitatet më të rëndësishme natyrore, na jep shërbime të shumëllojshme si banorëve, por jo vetëm, edhe ne që vim nga Tirana, tashmë po zhduket në emër të zhvillimit, në emër të ndërtimit, shtëpia që do shiten dhe më pas nuk do ketë më akses për gjithë ne, dhe sigurisht nuk ka vend për jetën e egër, si fillim që kjo zonë e mbrojtur është pallur për ruajtjen e jetës së egër, për ruajtjen e peizazhit dhe për një zhvillim që ndryshëm të banorëve që jetojnë këtu në afërsi. Të bëjnë këta çfarë duan. Populli për këtë duhet të ngrihet gjithë shqiptarët, valla. Kjo është punë e gjithë shqiptarëve, nuk është vetëm e Vlorës këtu. Kjo është i gjithë shqiptarëve që vi. Ky aeroporti që po bëhet për gjithë shqiptarët. Është turp i madh këto gjëra që po ndodhin. E them kështu edhe me dhimbje të plot, kam jetuar jashtë 17 vjet në Greqi e nuk ndodhi këto. Kam marrë këtu hallet e mia, sytë e mia prapë oris fëmijë këtu 3 fëmijë. Edhe e shikoj çfarë bëj. Era për një maj nuk më lan më. Me fëmijë kam ikur andej, se këtë s'lejohet. Kam ngecur me makina aty, ka paguar ato, kam ikur andej. Është turp i madh. Turp i madh këto që po ndodhin. Investimi në zonën e Hidrovorit ka nisur prej ditësh mes shumë diskutimesh. Kjo për faktin se ende nuk është zbardhur plotësisht leja, ndonse IKMT është shprehur më herët se subjekti është në procedurë leje ndërtimi. Hidrovori është pjesë e zonës së mbrojtur, ku fillimisht flitet për ndërtim në një sipërfaqe prej 600 hektarësh, ndërsa sipas burimeve pritet të ketë edhe rezorte të tjera, të cilat do të ndërtohen në këtë zonë.